Krishtlindjet u kremtuan edhe në Lezhë. Qindra besimtarë të Krishterë u bashkuan ritualit fetar të lindjes së Krishtit në katedralen e Shën Nikollit, ndërsa mesha e shenjtë mbrëmjesës së mërkurës u drejtuan nga i peshk diocezës së Lezhës, Ottavio Vitale. Në fjalën e tij para besimtarëve, i peshkvi Vitale foli për mungesën e paqes mes njerëzve në Shqipëri dhe në mbar botën, pasi sipas tij luftrat dhe vrasjet janë kthyer në shqetësim për komunitetin. Vit pas viti flitet për luftera, për betejë, akmarrja, vrasja. Dhe kjo nuk përket vetëm të kombeve të mëdha, por edhe kombit tonë. Çdo vend, çdo familje, kena përçarje, probleme. Ku është paqja pra? Pse flasim për paqen nëse nuk realizohet? Ku është paqja për të cilën na flet Jezusi? Ku është paqja për të cilën krejtojmë me shenjtë? Nuk mund të ketë paqe në familje, në vend, në kombin tonë, midis kombeve në botë, nëse nuk ka vullnet të mirë midis njerëzve. Por çfarë është ky vullnet i mirë? Është para së gjithash miqësia me atë që është ati të gjithëve, do me thënë me hyn, që është vetëm i vërtetë, që vetëm mund të na jep paqen. Ky vullnet i mirë kërkon edhe shkatërrimin e egoizmit, edhe në individin. Kërkon pra që të jemi më pak krenarë dhe më shumë të përvojt, që të kemi paqen mes nesh. Nëse dikush mendon vetëm për interesin e tij e me ambicie gjithnjë kërkon të fitojë, nuk mund të jetojë në paqe. Por mesazhi i Krishtlindjes nuk është vetëm paqe mbi tokë njerëzve vullnet të mirë, por edhe paqe njerëzve që vlerësojnë vlerën e varfërisë në kuptimin që çdo kush kënaqet me atë që mund të fitojë me mjetet e ndershme dhe të drejta. Mesha e shenjtë e Krishtlindjes në Lezhë solli një prani të lartë qytetarësh brenda dhe jashtë katedrales së Shën Nikollit. Rituali fetar zgjati deri në mesnatë dhe më pas besimtarët u shpërndan duke uruar njëri tjetrin për më shumë paqe dhe begati.